Vetëm një thelpi hudhër i jep lam të mirë çdo sëmundje. Ja si ta përdorni. Hudhra njihet për aromën e saj të fortë, por njëkohësisht konsiderohet si një nga ushqimet më të dobishme për organizmin. Ajo përmban përbërës të rëndësishëm që ndihmojnë në shëndetin e përgjithshëm dhe në funksionet më të mira të trupit. Një nga përfitimet e hudhrës është edhe për shëndetin e flokëve. Përbërësit e saj ndihmojnë në forcimin e tyre dhe mund të ndikojnë në rritjen e flokut të ri, sidomos tek personat të cilët kanë probleme me rënien e flokut, siç është edhe ndikimi i alopecisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hudhra mund të ndihmojë edhe në forcimin më të mirë të kockave. Ajo përmban elemente të mirë siç është për shembull zinku, vitamina B6, vitamina C, të cilat janë të rëndësishme për ndërtimin e kockave, gjithashtu edhe për përthithjen e elementeve të mirë të kalciumit, çka do të nxjisë një rritje më të mirë të shëndetit të nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Një tjetër efekt i mirë i hudhrës është ai që lidhet gjithashtu me shëndetin tuaj fizik. Konsumi i rregullt i hudhrës mund të ndihmojë në uljen e lodhjes, gjithashtu edhe të rrisë performancën tuaj fizike dhe të parandalojë edhe komplikacionet. Hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohet në dietën tuaj. Ajo ndikon gjithashtu pozitivisht në rritjen e vlerave të imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i hudhrës mund të ndihmojë në uljen e lodhjes dhe të përmirësojë performancën fizike gjatë aktivitetit fizik, sidomos tek personat që merren me sporte të ndryshme, gjithashtu edhe përmirëson shëndetin tuaj të zemrës. Hudhra ndikon në sistemin tuaj imunitar. Studimet tregojnë se ajo mund të ulë ndjeshëm nivelin e mundësisë për të prekur nga ftohja e zakonshme, gjithashtu edhe të shkurtojë kohën e zgjatjes së simptomave. Në përgjithësi, nëse nuk e preferoni, atë mund ta shtoni në produkte të ndryshme dhe vlerat dhe përfitimet që do të merrni prej saj do t'i japin rezultate fantastike në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të imunitetit. Shtimi i hudhrës në menun tuaj ditore do të ofrojë ndikime pozitive në rritjen dhe përfitimin e vlerave të shëndetit. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të astmës, gjithashtu edhe problemeve të imunitetit të dobët. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht nga aroma që ka. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme, por gjithashtu një produkt që mund të konsumohet në çdo vakt. Ajo është e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i hudhrës. Ajo i mban dhëmbët tuaj akoma dhe më të shëndetshëm. Ullumtimet kanë treguar gjithashtu se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionet e mishrave të dhëmbëve dhe gjithashtu mund të mbajë larg problemet antivirale antikërpullore. Hudhra ka veti të mira antiplakje. Sipas ullumtimeve, hudhra është jashtëzakonisht efektive kundër plakjes. Në ritmet, ajo mund të përbëjë një zgjedhje të mirë shëndetësore dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacioneve të saj. Hudhra është një ushqim i klasit të parë, i cili mund të ndihmojë gjithashtu kundër komplikacioneve të imunitetit dhe rëndesës së madhe të tij. Hudhra do ju bëjë më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instinktin tuaj, por është e sigurt. Sigurisht që të gjithë i dimë efektet e erës së hudhrës në organizëm, por gjithashtu sipas ekspertëve ajo cilësohet si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e përfitimeve të organizmit. Hudhra e freskët do të ofrojë një forcim më të mirë të sistemit tuaj imunitar dhe do të mbajë larg edhe komplikacionet e tij. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj mund të përmirësojë imunitetin, kjo për shkak të elementeve pozitiv që ajo përmban në betejën kundër inflamacioneve dhe viruseve të ndryshme. Hudhra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në uljen e presionit të lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet që ul presionin e lartë të gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës ka efekte të forta kundër problemeve të kolesterolit. Sigurisht, nëse nuk keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të kolesterolit total në organizëm. Konsumi i hudhrave të freskëta në dietën tuaj do të përbëjë një faktor ndikues për mbrojtjen e shëndetit.
Për sa kohë i konsumoni ato me kujdes dhe në formën e tyre natyrale të papërpunuar, efektet që do të merrni prej tyre do të jenë gjithashtu shumë të afta të ndryshojnë edhe shëndetin tuaj. Ekspertët shëndetësorë thonë se ndërsheku i hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë, që besohet se mund të çonte në mbrojtjen gjithashtu të organizmit kundër një sër komplikacionesh. Shtimi i hudhrës në menunën tuaj ditore mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Ja cilat janë disa nga vetitë kryesore që do të merrni nga konsumi i hudhrave në dietën tuaj ditore. Hudhra mund të mbrojë sistemin tuaj kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë hudhër në dietën e tyre kanë më pak prirje të preken nga komplikacionet të dëmshme të organizmit, duke bërë hudhrën një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Hudhra po ashtu na mbron edhe kundër problemeve me zemrën, pasi do të ndihmojë në relaksimin e enëve të gjakut duke reduktuar kështu presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës janë mjaft të mirë dhe kanë dëshmuar se ndihmojnë kundër problemeve të arteriosklerozës dhe kolesterolit, si dhe i bëjnë enët e gjakut më pak të ngjitshme dhe më pak të prirura që të krijojnë mpiksje. Hudhra ka veti të mira antioksiduese. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës që mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve, citonel të saj. Problemi me shumicën e antibiotikëve është se ato krijojnë varësi dhe mbas një farë kohe ato e humbasin efektin e tyre, por kjo nuk do të ndodhë me hudhrën, pasi ajo nuk do të humbasë cilësinë e saj. Hudhra është një produkt fantastik në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe kundër problemeve të akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe të kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën të pastër, gjithashtu edhe të shëndetshme. Por në fund gjithmonë rezultati është zhgënjyes. Ndaj, përdorimi i hudhrës në dietën tuaj si një mburojë e tillë ushqyese do të përbëjë një faktor të mirë ndikues në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre, duke u krijuar të keni një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe më pak shqetësime të akneve. Kur përdoret në ushqim, ju mund të prisni deri në 10 minuta pasi ta konsumoni hudhrën, kështu ajo do të çlirojë edhe efektet të alicinës që mund t'i japin përfitimet më të rëndësishme të saj në dobi të shëndetit. Hudhra gjithashtu është një përzgjedhje e mirë ushqyese edhe në mpiksjen e gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut tek vullnetarët që kanë konsumuar hudhër në dietën e tyre është ulur me 1 deri në 5%. Pas konsumit të saj. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% edhe sëmundje të zemrës me 15 deri në 25%. Duke e cilësuar kështu hudhrën një përzgjedhje mjaft të mirë në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të vlerave që i ofron shëndetit. Kështu përdorimi i saj me kujdes dhe në formën natyrale mund të japë rezultate fantastike edhe kundër komplikacioneve. Hudhra që në kohët e lashta është përdorur si një produkt fantastik në mbrojtjen e imunitetit. Ajo përdoret për zemrën dhe për sistemin e gjakut. Ajo mund të stabilizojë shtypjen e gjakut për të shmangur sëmundjet e zemrës, sulmin në zemër dhe arteriosklerozën. Disa prej këtyre pretendimeve mbështeten edhe nga shkenca. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një zgjidhje mjaft të mirë për stomakun, prostatën, mushkëritë, zorët, gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Hudhra prodhon një përbërës të quajtur alicin. Alicin i jep aromën hudhrës atë që e ka. Por a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit e përdorin atë edhe si formën e karameles dhe kjo është e vërtetë. Kinezët e vendosin hudhrën në gojë dhe e mbajnë për 30 minuta. Kjo praktikë është një metodë e lashtë që përdoret zakonisht në mëngjes dhe rezultatet do të jenë të pabesueshme për shkak të ndikimeve pozitive që hudhra jep në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.